Braçën, çaj kemi Erion Braçën? Erion Braçën 2 prill. 2 prill. Është një dash. Dash. Për mos ta ngatro, po, 2 prill. Po, dhe duket karakterizohet ai nga impulsiviteti, por ka dhe një artikulim shumë të mirë, kështu që duhet ketë një ascendent në ndonjë shenjë ajri ose është shumë stabil për të qenë një dashësh edhe top. Profesionalisht Se ascendenti duhet përcaktohet me orën që ke lindur? Përcaktohet me orën që kanë lindur, edhe ajo në fakt neve na përbën në masën më të madhe të asaj që jemi, ascendenti, pavarësisht shenjës që ne jemi. Që është për llogaritja që bëhet. Domethënë apo ja fusim kota. Ajo përcakton karakterin e vërtet. Por këto që po themi janë për shenjën e diellit kryesisht, sepse siç thash kanë edhe shenja të tjera nën tokë, kanë për të hënën, për gjithë planetët e tjerë që neve na rrethojnë. Por dielli është në aspektin seksual? Janë flirtues më shumë se sa veprues. Se sa si më thënë në veprime sipër dhe disa nga deshët siç janë ashtu impulsiv janë edhe të kujdesshëm. Janë të ndershëm, janë nga ekstremi në ekstrem. Në çfarë tipi e domethënë në çfarë kategorie të Erionin? Nga këtë pikpamje duket që është nga këto kategorinë tjetër të tipit më të ndershëm dhe më stoik në përzgjedhje. Po. Mirë, selektiv. U dukta ashtu ishte. U dukta. Se na hodhin ai kujin, kështu që na ngacmonte. Mirë. Janë selektiv dhe me etik të konturuar, jo kështu. Duan të konturuar femrën.